Sot vugur themeli i lagje sociale në lagjën Tusus në Prizren, ky i cili projekt synon të sigurojë strehim për familjet në nevojë. Pjesë e kësaj ngjarje ishin drejtuesit më të lartë të komunës së Prizrenit dhe udhëheqësi i shoqatës bamirëse Jetimat e Ballkanit, Halil Kastrati. Lidhur me këtë projekt të rëndësishëm, kreu i komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, i cili bëri të ditur se projekti përfshin ndërtimin e 50 shtëpive. Ky është një projekt shumë i rëndësishëm, i cili duke ju falendëruar zemërgjërsisë dhe gjenerozitetit të shoqatës Jetimat e Ballkanit edhe zotit Halil Kastrati, po fillon sot bashkëpunim me komunën e Prizrenit. Është një projekt që përfshin diku rreth 50 shtëpi. Është shumë e rëndësishme që po tregojmë se jemi solidar, kemi mirë kuptim për ata që kanë nevoja, që kanë probleme, edhe simbolikisht po e fillojmë një ditë përpara Ramazanit për me ndërlidh me muajin e shejtë të Ramazanit, i cili na obligon që të kemi solidaritet, të kemi mirë kuptim për ata të cilët më shumë kanë nevojë. Prandaj kjo edhe më tepër i jep një dimension kështu humanitar kësaj çështje. Përndryshe është një fillim i marrë i vitit kalendarik, edhe besoj që ky projekt që po fillon sot do ta jep një mesazh, edhe nikosisht do ta trason rrugën edhe hap rrugën edhe për bashkëpunime të tjera, për performancë të mirë të komunës, po dhe bashkëpunime të tjera me shoqatën e Jetimat e Ballkanit, edhe në këtë mënyrë përfituesi final do të jenë qytetarët e komunës Prizrenit, sepse atë që bëjmë na në fakt e ka për qëllim ngritjen e cilësisë dhe cilësisë jetës për të gjithë komunitetet që jetojnë në territorin e komunës Prizrenit. Edhe kjo është një fillim i mirë, edhe na bën optimist që do të vazhdojmë me një kam të marrë, me një rrugë të marrë, me vazhdu me bë punë të mirë. Do me falenderoj shoqatën Jetimat e Ballkanit edhe zotin Halil Kastrati për gatishmërinë e tij edhe për kontributin grandioz që po jep për çështje humanitare. Drejtori i shoqatës humanitare Jetimat e Ballkanit, Halil Kastrati, tha se vlera e përgjithshme e projektit arrin në 1.5 milion euro. Sipas tij, 35 shtëpi do të ndërtohen në lagjën Tusus, ndërsa 15 të tjera do të realizohen për familje që posedojnë truall. Unë desha t'ju falenderoj për prezencën e herë. Para 2 muajve me kryetarin Totaj kemi nënshkruar këtë memorandum bashkëpunimi që po bëhet realitet sot. Janë 50 shtëpi, si që tha kryetari, shumë vlera e këtij projekti është 1,5 milion, janë 35 shtëpi që do të ndërtohen në këtë lagje dhe 15 shtëpi në për familje që posedojnë trull. Mos harrojmë, para 2 muaje kanë qenë 2 projekte që janë nënshkruar me komunën e Prizrenit. Njëri vetëm është duke u ndërtuar mega projekt qendrim ditor për të moshuar bujtin për student edhe kuzhinë humanitare, dhe ky tjetri tani më 50 shtëpi. Ashtu siç e tha edhe kryetari, është natë e madhe, nata e muajit të shenjtë të Ramazanit. Me të vërtet neve ndjejmë veten të privilegjuar me hyn Ramazan me këtë veprimtari, me këto shtëpi, njëkohësisht përmes kamerave t'juaja gjithë besimtarëve muslimanë uroj muajin e shenjtë të Ramazanit, se Zoti ju rujtë është problem. Nga ana tjetër, drejtori i mirëqenies sociale Fatmir Memaj falenderoi të gjithë kontribuesit që kanë bërë të mundur nisjen e këtij projekti dhe shtoi se ende nuk janë përcaktuar kriteret për përzgjedhjen e familjeve përfituese të këtyre shtëpive. Faleminderit për prezencën. Unë së pari falenderoj vullnetin e të 2 mekanizmave, domethënë nga shoqata Jetimat e Ballkanit, zotin Kastrati, po edhe kryetarin e komunës, cilë kanë shprehur dëshirën dhe vullnetin me bashkëpunu të mirë të kësaj kategorie sociale. Po ashtu, nuk do duj lëshu pa falenderim edhe ish asambleistët, duke filluar nga ish kryesuesja e Kuvendit kaluar Zonja Bytyqi, sepse edhe ata kanë dhënë një punë të madhe duke votuar me gjithë vullnet këtë pikë të pronës. Prandaj urojmë që në këtë ditë të shenjtë, sepse është ditë e shenjtë për shkak të fillimit të muajit të Ramazanit, urojmë që rastet e familjes sociale të kenë sa më pak, po gjithsesi ato që kanë rastin të akomodohen këtu. Ndryshe, projekti pritet të përfundojë brenda rreth 1 viti. Siç është bërë e ditur, komuna e Prizrenit do të ndajë nga 10.000 euro për secilën shtëpi, ndërsa pjesa tjetër e financimit do të mbulohet nga shoqata Jetimat e Ballkanit.